Përshëndetje gjithëve, duke falenderuar të gjithë ata që në këto qaste në gjenden pranë në mënyra të ndryshme si Kishë Katolike për humbjen e bariut tonë Papa Franceskut. Konferenca i Pezhnore e Shqipërisë njofton se ditën e ajte, me datën 24 prill në orën 18 në Katedralën e Shën Palit në Tiranë, do të kremtohet mesha për shpirtin e Papa Franceskut. Në këtë kremtim do të marrin pjesë të gjithë i peshqvejt e dioqezave në vendin tonë dhe janë të ftuar të gjithë besimtarët që të na bashkohen në lutje për shpirtin e Papa Franceskut, që aq shumë e deshti vendin tonë. Delegacioni zyrtar që do të marrë pjesë në varrimin e Papa Franceskut dhe që do të përfaqësoj kishën tonë lokale do të përbëhet nga Shkëlqësia e tij Zot Gjuvani Peragjine, arqipeshkëv metropolit i arqidioqezës Shkodër-Pult dhe sekretar i përgjithshëm i konferencës i Pezhnore të Shqipërisë. Shkëlqësia e tij Zot Arjan Dodaj, arqipeshkëv metropolit i arqidioqezës Tiranë-Durrës. Nunciatura apostolike, pra ambasada e Selis Shenjtë në Tiranë, do të presë ngushëllimet e rastit në datat 23 dhe 24 prill në oraret 10 deri në 12:30 dhe nga 14 deri në 17 masditës. Ashtu si që një ndjeni nëpërmjet medjave, mesha e varrimit Papa Franceskut do të mahet shtunën me 26 prill në orën 10 në Bazilikën e Shën Pjetrit për të vazhduar më pas sipas testamentit që vetë Ati i Shenjtë ka lënë të shkruar. Ju faleminderit.